Kryeministri është nisur drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku do marrë pjesë në takimin e parë të bordit të paqes. Shqipëria shkon e përfaqësuar nga kryeministri në rolin e vendit antar themelues, dhe ky është një lajm i mirë. Në këtë fazë të angazhimit ton nuk ka detyrime financiare, ashtu siç dhe u diskutua gjërësisht në parlament, i cili e ratifikoi nënshkrimin dhe marrëveshjen ton për bordin e paqes. Shqipëria është e angazhuar për të përfshirë në International Stabilization Force, pra në forcën ndërkombëtare të stabilizimit në Gaza, dhe ne këtë angazhim e kemi marrë dhe sot do prezantohet edhe nga presidenti Trump lista e vendeve që janë angazhuar. Angazhime të tjera financiare nuk ka, do shohim në një fazë tjetër, sigurisht edhe në diskutime të gjëra edhe me partnerët tanë, edhe me antarët e tjerë të bordit të paqes, por do shohim në bazë të statutit si vend themelues edhe detyrimet tona në vazhdim. Shqipëria nuk ka asnjë detyrim në këtë fazë, po sigurisht ka përgjegjësinë për të përfshirë në jo vetëm në aktivitetet e bordit paqes, bordit Gazës apo forcën të stabilizimit, ku ne kemi rënë dakord që të përfshihemi, po dhe Shqipëria ka se ç'i ofron bordit paqes, duke qenë një vend i cili ka dalë nga diktatura totalitare dhe ka rindërtuar demokracinë, shoqërinë, ekonominë e vetë, po ashtu është një vend me një tolerancë të spikatur fetare, etnike, dhe besoj që edhe në këtë pikpamje ne kemi shumë se ç'të ndajmë në këtë bord. Synimi fisnikit, cilit është jo të zëvendësoj organet e tjera siç janë Kombet e Bashkuara apo multilateralizmin, te i cili ne besojmë fort, as është një projekt alternativ, se këtë e kam lexuar në disa vende, për Bashkimin Evropian, që mbetet synimi ynë madhor kombëtar dhe objektivi numër 1 strategjik i vendit, por është një mjet komplementar ku Shqipëria mund t'japi kontributin e vet. Faleminderit.